Historia e tretë dhe e fundit për sot është e kundërta. Kemi anën e vjerës, që unë e kisha shumë të rëndësishme ta kishim, sepse nuk dua të mbyll një emision me idenë, me perceptimin, sidomos të njerëzve të cilët nuk janë futur akoma në një martesë, që të gjitha vjerat janë negative. Pra kemi vjera të këqija. Padyshim që ka, siç janë njerëzit që janë ndarë, ka njerëz problematike dhe njerëz jo më pak problematik, njerëz që zgjidhin kriza, që komunikojnë dhe njerëz që nuk komunikojnë. Pra, ashtu është edhe pjesa e vjerave. Dhe historia e fundit është e Donikës, e cila është 69 vjeç dhe thotë se me vjerën e saj ka pas marrëdhënie shumë të mirë, por jo me Nusën. Madje ajo thotë që Nusja nuk flet, nuk e përshëndet dhe është xheloze për vajzat e saj. Gjithsesi më shumë dua të kuptoj nga Donika. Donika? Mirëmbrëma dhe faleminderit. Unë jam nënë vajzash, kështu që nuk do të jem mamaja një djali. Ndoshta Jona do bëhet, kështu që nuk e kuptoj, domethënë nuk e di si do të jem si vjerë, por ti si mendon për veten tënde? Varet si analizon, po varet si të ndodhesh, në qa rrethanash ndodhesh. Tënë, se unë me vjerën pime në pasim rregullnisht shumë të mirë. Më fjalë, më fniste, gjoja, kurse me Nusën ndodhe e kundërta. Po çfarë ndodhi me Nusën? Më ndodhe asnjë gjë, ajo erdhi. E pritëm si gjithë zakonet e shqiptarëve, por filloi me fjalë unë i blija çokoladë, afloja, si që më bëri mua vjera, u bëra dhe unë në rolin e saj. Edhe, po ajo shumë shpejt ndryshoi, nuk ishte sjellje, nuk të përshëndeste, nuk të xheloze se më kam dy vajza. Edhe kështu filluan ato keq kuptimet e para. Edhe pastaj më vazhdoi me të rritëm, nuk më filloi të largohej, nuk fliste, nuk pyeste. Pastaj lindi fëmin e parë, prapë e njëjta gjë. Mund të ndryshonte një ditë, dy ditë, pra të tretën ishte në origjinë, nuk kishte mundësi që të ndryshonte prapë për të mbajtur familjen, për ta respektuar. Donika, një pyetje, ju jetoni në një shtëpi që nga dita pare? Ne jetojmë në një shtëpi dhe ajo punon. Po. Djali im punon. Unë jam në shtëpi me bashortin, jemi pensionistë të dy, si familje bashkë, rrinë në ham bashkë, unë gatuaj, ajo vjen nga puna, ha gjellën time, ha e lë pjatën aty, ikët vëzet e me saj, merret me fëmijët e vet. I merr dalin, vjen dhe djali dalin. Ti vendose të gatuash në fillim, vendose të kujdesesh e ti për shtëpinë? Po, unë e kisha gatimin, shtëpinë, po fillimi ishte që s'ka gjë le të ri, ta shijoj, ishin të rinj. Më kam qenë re vetë. Pa. Që ndoshta ishte pak gabim për mua, ndoshta them, thajza. Po për mirë e kam bërë, nuk e kam bërë që më gjerë barra mua. Po djali kontribon në shtëpi? Deli kontribon, punon. Kru flasin në njëherë më jep të drejtë, thotë gjasma që kështu janë të rejat, mos u mërzit, më ke mua. Pastaj, vjetë të vazhdon, 2 ditë flet në njëherë, 2 ditë s'flet, me Nusën, nga që shikon sjelljet. Nëse mund të pyet, çfarë moshe ka përafërsisht? Më 35. Okej, është e pjekur goxha. Po, ta marruar shkollë, në shkollë të lartë, me punë të mirë. Sa vite keni që jetoni bashk? Kemi 10 vite. Po kur filloi kjo ftoja e Nusës? Lindi fëmin e parë, se një vit si bëri lindi. Dhe kur lindi vajza, unë e mbaja, që ishte në shkollë. Dëmë dhe si duke të përkollel shumë. Dëmë thot, kam jetën time, ti ke bërë ndryse jetën, unë do e bëj ndryse. Ajo ka shpjor ndonjëherë dëshirën tek djali ose e ka hedhur si muhabet që të ndashit, të kishte ajo një shtëpi vete? Shumë herë e ka hedhur, dua të ndahen, dua të jetojmë më veta. Ndoshta kjo ka qenë sjellja që ka vazhduar kështu. Po unë nuk dua që të ndahen. Sepse ne jemi rritur me atë idenë që kemi lindur një djalë dhe duhet të rri me djalin, duhet ta kem pranë vetes. Po pse? Pse është kaq e nevojshme që djali të jetojë me ty edhe me Nusën? Se di ç'e kam menduar. Kuptoj, po pse duhet ta vendosh
ti, kjo është pyetja. Do me thënë, ti e mendon ke dëshirën tënde shumë mirë, po pse duhet të jetë ky vendim? Unë kam jetuar vetë me vjerrën time dhe dua ta kem trashëgimik këtë pjesë. Ta kem në shtëpi, të shijoj fëmijët. Po pse është kaq e rëndësishme për ty ta kesh në shtëpi se mund të shijosh fëmijët ti sjellin të rrinë sa të duan aty? Se di, këtë mendim kam. Se ndryshoj dot. Po djali është dakord me ty? Po djali nuk do. I tha, ti ke bërë mua vetët me mua, kemi rënë dakord, dhe ti do vazhdosh të jesh tu ku ti jetoj, unë do jetosh edhe ti. Si thua ti dhe dyshime kemi. Sjellja e vajzës ndoshta ka të bëjë dhe me faktin që ajo nuk bën dot asnjë vendimarrje në këtë rast, që sa do të lëvizë të krijojë familjen, të krijojë jetën e saj. Vajzat e mia më thanë, mame, le të jetojmë më vetë, do jetë më mirë, sepse ti ke shumë lodhje. Kemi ngarkesë. Duhet ta shijosh dhe ti pleqërim tënde. Unë dua, nuk pranoj. Jona? Atëherë, le të themi që këtu qëndron problemi juaj. Do me thënë këtu ka nisur sepse ajo ju shikon si pengesë për të jetuar më vete. Pra me djalin tuaj të krijoj hapësirën e vet, nuk është rënë dakord mes ju të dyjave, ndoshta edhe ndikimi që keni tek djali për të mos kaluar më vete krijon këtë problematikë. Dakord të rash në qëllim ajo që kur erdhi ra dakord. Pastaj rrugës silla që ndryshoi gjatë jetesës. Po. Dua lirinë time, dua jetën time. Ndërkohë jetën nuk po jam mirë njëri, jetën po e shijon dhe ajo dhe unë. Ndinda unë ka, nuk vetëm mirë ka, nuk ka keq. E kuptoj. Por ajo mund të ketë pasur mendim në fillim për të jetuar bashkë me ju, por njeriu ndryshon. Ju do e pranonit apo i qëndroni mendimit tuaj për të qenë bashkë? Jo, nuk e pranoj. Pse? Po kështu e kemi ndarë. Tani jemi pleq edhe kemi nevojë të kemi ndihmë. Edhe mund t'i jap ndihmë sa të kem mundësi. Një sekondë, se tash edhe unë vjera ime më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë sa që kisha punë ose xhirime deri vonë. Po pse shka që domosdoshme të jetosh në një shtëpi se thash mund ta sjelli fëmijë, mund të marrin shtëpi afër, se ka dhe diçka tjetër që ndoshta tek ty nuk ka përbër problem, po një çift i ri dhe në këtë kohë ajo pavarësisht se unë e di shumë mirë që vjerat si puna jote që ndihmojnë e kështu janë, domethënë nuk e di, flori. Qa mund them, është sidomos për nënat e reja që punojnë, ju jeni një mrekulli më vete, por nga ana tjetër çifti ka dhe intimitetin e vet, ndoshta asaj mungon. Fakti që unë e përsërita e thash me shaka më përpara që e thoshte mami im për shembull në komunizëm që ne nuk esim dot një herë me të mbathura nëpër shtëpi. Domethënë edhe është ajo pjesa e çiftit, e të qenit tre, të ndërtuarit një fole bashk. Nuk është se edhe ajo kur e dashuron atë dhe ai dashuron atë, ajo nuk mendon, "O sa bukur, bezi po pres që unë të jetoj me mamin dhe babin tënd." Nuk e ka thënë njëri, as ti s'e ke thënë kur këtë gjë në dashuri e sipër. Gjithmonë është foleja jon. Foleja jon nuk ka pasur 10 veta brenda, ka pasur vetëm familjen e vogël. Ajo është dhe në certifikat, ajo del gjithandej familja vogël. 25 vjeç interesante, kishte shkollën, fëmijët, ka ardhur në fazën që do atë gjën me burrin e vet. Të ri, do shta është shumë e mirë dhe kjo që ajo kërkon këtë të jetë të shijoj me të shoqin, se mund t'je dhe kundërta që thot aj se po ja rras kalamajt, mami t'i mbaj gjithë kohës, edhe buri le të vazhdoj aty dhe vazhdoj qefet e mia unë, mund t'jetë edhe ky rast. Kurse ajo kërkon që ta vazhdoj ta ndërtoj bashkë, dhe ajo e ka marrëdhënien, ajo ka martu atë, ka martu të treve. Balos klikeme, ajo ka dhomën e saj, unë kam dhomën time. Në vetë vi në shtëpi si të duj se ne sërim 24 orë në shtëpi. Po gjërë ishte në fillim, tani ajo nuk do të ndahet më, sepse fëmijët po i rriten. Vjen në shtëpi, çdo gjë e gjen gati, unë thash që në fillim filloi. Tani ajo e kanë të rrezi. Ikën në punë, vishet, laje, gjellën i gjë gati, fëmijët i gjë gati. Po tash më fal. Donika që ta kuptojmë dhe ne se s'dua që të jetë dëgjuesi konfuz. Ti thua që nuse nuk të flet tani thua që tani jemi mirë. Jo, jemi mirë që më thot më do ndahem, nuk e kërkon më këtë. Por ajo s'të flet, tash ajo ka ndryshuar sjelljen ndaj teje. Nuk flet. Merr fëmin, i e porosi se ka gocën e rritur. Edhe ikën ajo në punë, nuk kemi ne përballje që gëzihemi çdo ditë. Po bitë, pëlqen kjo situata që ai ka futur mendje të lehtë, ka thënë këtu s'pas ka. Kjo është krajvën që më pëlqen. Se shtëpinë kemi të madhe, ka dhomën e saj,
Fëmijët kanë dhomën e vet, unë kam dhomën time, kuzhinën e kemi goxha të madhe. Edhe vin me trekate e tjesha, Donika, ai që kur s'do. Tani unë nuk e di tamam se mund të jetë do një gjë tjetër tek nuse që ne nuk e dim, po unë mora pak edhe Jona, ne direkt reaguam kur sa po the unë s'dua tiki, s'ka pse tiki, pra more direkt rolin e matriarkut të familjes, të kokës së familjes dhe po, ndoshta vendimi duhet të jetë duhet këtë që demokraci në atë familje. Po më punëtarën që jo vendimet çifti merr vet, unë nuk do rryke zgjedhjet e çiftit. Okej, do të sfidojmë pak me këtë pjesën. Po. Pra ti the, nuk do rry tek çifti, po nëse ato do vendosin bashkë të dilnin më vete, ti do e pranoje këtë gjë? Pra të djalë do thonë. Po vendosun të dy plot. Po vendosun të dy normalisht. Pa e ka punuar djalin Donika, çfarë thua ti? Po djali nuk do. Po se djali do normale. Një çik është mashkull vetë që thotë, ai është rehat. Ora Donika, për mua ti u do vdisja për një vjerë si ty, për zotin. Unë personalisht do vdisja për një vjerë që të ndihmon të gatuan, merret, do doj, se unë rri aty me kompjuterin tim, me celularin, mbaroj 3 skenare filmash me ty unë. Problemi është që jo të gjithë duan këtë gjë. Nuk dhe mia për shëndemisht. E kam dherë më në mjarë. Po mi më ti mbaj kalamaj me fundjava. Ndauni kështu me si që në gjykata, që një javë mban ti, një javë mban. Nuk ka muhabet ndarje. Tani ka muhabet ku do shkojmë, kush do i marrë fëmijët. Problemi është kush do grotuaj, kush do marrë fëmijë, nuk ka mundarje, nuk kërkon mundarje tani. Po ai ignoron fare, e ka lënë fare tash ajo. Po, vjen po tani. Ami po Martin, po më ne. Tani ti guam. Dija. Jella gati la hatin që ndapi, kështu që s'ka ndarje më. Nuk pyet më njëri. Ç'a mendon për nusën ti realisht? I tuta jote parë kur ke takuar nusën, ç'a ke menduar? Harroi këtë me shkollë të lartë kështu këto studimet shkencore, po. Unë kur e kam parë, unë ka pëlqyer shumë rendisht, se është shumë e lezetshme, vajzë e vogël ishte. Edhe fillova ta mbaj afër, si gjithë që bëjnë mamat, femrat përgjithësi. Por si duket ndoshta dhe unë kam bërë në një gabim në lidhje me vajzat e mia, sepse nuk sot gjithmonë janë xheloze ke vajzat. Se kuptova këtë, ma shpjego pak ç'a ishte, ku ishte gabimi këtu? Mund të jetë ajo, sepse unë edhe vajzat e mia i pres, i porcjell. Vajzat e tua si shkojnë me nusën? Mirë, shkojnë e përshëndetje. Korrekt. Po ekonominë ata të dy e mbajnë bashkë apo edhe nusja dorëzon lekën në shtëpi? Pra si e keni këtë pjesë? Djali dhe nusi e mbajnë bashkë. Kontribojnë në shtëpi apo jo? Patjetër që po. Po me krushkësie? Po të krushkë është rëndësishme. Po që është regjizori me krushkën, po. Krushkë është tash se i duket Marcelit regjizori si këngë tani popullore, po. Herë me nusën, herë me vjerën. Po me krushkën si shkon? Po se kanë ndikim dhe mamaj. Krushka mirë. Po patjetër që ka. Mien, flec, rri, jo keq. Po kështu për te sjelljes që ti ke vënë re që ka ndryshuar qasja ndaj teje, a e sheh nuse të ndryshuar edhe në marrëdhënie me djalin tënd? Ka ndonjë ndryshim aty? Po unë ndonjëherë duket si po kanë një lumturi, nganjëherë duket si po kanë glindje. S'u slasin se duket koka më njan. Ti ndërhyn aty, pyet ç'a keni, ç'a s'keni? Jo, fare. Unë vetëm i shikoj edhe treguan vetë, të zien vetë, i lëg lirë. Qa të trëm ty që do kaj shumë t'jetosh me djalin atje? Mua nuk më trëm pasi gjëta ne. Këllë është ajo ideja që unë jam rritur me të frym, edhe me djalin kanë folur. Po, shumë e jotja kjo, është histori personale. Po, pjesë da june, edhe kanë fol me djalin në ndër të pjesë, edhe kam rënë dakord. Po mi për shembull si grua, për shembull, ti si grua. Se ti ke pasur fati që ke qenë në vjerë, edhe ke qenë dhe kohë tjetër, ka qenë, mos harro që keni qenë dhe një sistem që ishte
asnjë nuk e vinte në diskutim, edhe për shkak të strehimit e mundësive që kishin. Njerëzit në kohët e Enverit rinin edhe ato që quheshin kulaku, i fustin edhe të panjohur në shtëpi Enveri, kështu që ka lloj kombinime që ka pas atëherë, ndashin oborre me perde, futej njeriu huj. Unë po të prekoj për të do e harrosh si pastaj. Unë kam jetuar në 3 kunatat e mia bash. Po. Edhe pastaj u nda njëra neti më pak, dhe ishin 2 kulorat nga vjera, ishim 3 kulorat në një shtëpi. Kështu që mos e hy fara ti mua për të. Kuptoj se dhe unë kështu kam qenë me kështu jam rritur me 3 kurora, po. Po, vetëm filxonët e kafes nuk marroshin gjithë ditën të lamnen. Po të thash që ka qenë një kohë tjetër dhe ishte një sistem i pranueshëm. Tani është një dëshirë të ngule jote personale. Pyetja që kam unë si grua për shembull. E ke parë ndonjëherë këtë nuse si grua me dëshirat e saj dhe ajo, se po thua fola me djalin, fola me burrin. Dëshirët nuk e ka prek njëri, i ka dëshirat dhe për i vazhdon t'i bëj. Mund t'i edhe të qenit me burrin e vet, se ti thua ke shtëpinë e madhe, po prap jeni juve atje nëpër këmbë. Ajo ka qenë ndoshta të zihet me burrin, ndoshta të çmendet, të vrapojnë rrotull shtëpisë, të bëjnë dashuri në banakun e kuzhinës, tani flasim hapur. Po. Ka dhomën e sa, unë bëj atje sa të kohë. Donika je madhe për sot. Ta filloj që nga paret për hondon një shkallë, më sa jo. Jona. Ishte ka më mirë ju të dyave. Unë me Donikën do knaqesha shumë. Për zotin do Donika do jetoja, por kjo nuk do thot. Por jo në një shtëpi. Jo do jetoja në një shtëpi me ty, po ti ishe ti që lajve do jetoja. Po të kesh durimin dhe atë. Por mami im jo, do thoshte jo gjithsesi. Se ka qenë vjerë vetë dhe se ka pas eksperiencën aq të lumtur, por Jona për fat keq është thyer ajo marrëdhënia mes të dyjave, edhe shoh të vështirë që të rindërtohet. Pavarësisht se Donika ka një qasje shumë të pozitive, shumë të mirë me ato që pakën po dëgjoj, dhe shumë humor, por si duket nusja jote tashmë e ka krijuar atë idenë që ju i keni qenë pengesa për të ndarë me djalin, pra për të qëndruar me vete, dhe si duket ju a shfaq me sjellje indiferentizmi. Po ndoshta vetë kjo është. Pavarësisht se tashmë i pëlqen ose të paktën e ka pranuar realitetin, por duket se ai moment nuk është shëruar tek ajo. Nëse s'ka probleme me partnerin e saj dhe vazhdojnë të kenë jetën e qetë edhe kështu, mund të jetë edhe që mund të ketë probleme dhe mund të jetë edhe bashkë probleme edhe të tjera. Prandaj është e rëndësishme të dalim më vete. Të paktën mos jetë familja origjinës shkaku që gjeneron këtë probleme tek familja. Për këtë arsye thuhet që të ndahet, dhe këtë po e shpjegoj dhe Donikës pak më herët, që do ishte mirë ta kishte lejuar që në fillim të ndodhte kjo, sepse mund të kishte marrëdhënie tjetër sot me nusën dhe me djalin. Po mund të ishte edhe i kombinim aty afër në lagje, se s'ka problem. Po. Se le të rinë kalamajt edhe burri rrezik aty do vit hapra, po djali. Po mund të ishte një kombinim ndoshta aty afër që ka një respekt tjetër kur ti je në larg. Qoftë edhe me familjen tënde që je rritur, kur ndahesh, qëndron pak vite e ndar, fillon dhe familja të shikon me një sy tjetër, me një respekt ndryshe. Prandaj edhe në këtë rast, që është një nusë, pra është një person i ri që futet në familje, mund të kishte krijuar një tjetër raport me vjerin dhe me vjerën në këtë rast. Ju thoni që të ndahen tani unë. Tani shumë. Ndaj mund të amin, jo men. Po shiko Donika, po ndoshta mund të ndash dhe ai të vi prapa aty se thotë isha më rehat aty. Mund të jetë edhe ajo zgjidhje. Mund të jetë kjo. Por a nuk do të ishte mirë që të ketë më mirë se sa të rish me zor të ketë një lloj paqe, ose ndoshta edhe mund të flasësh me nusën për çka ka pa kënaqësi. Se di, ndoshta është mirë të flasësh. Ta flasësh vetë si gruaja me gruan, se mund t'i kërkosh falje për mos dëgjimin e nevojës së saj në fillim. Se ndoshta shiko, nga keq kuptimet, vazhdon në keq kuptime dhe pastaj krijon ca gjëra në kokë që po, Jona tha shumë mirë, mund t'i thuash që edhe frikrat e tuaj gjërat, pastaj thuaj vendimin me reve dhe s'ka për ta marrë dhe nga 3 vjet, më beso. Kështu që do e shtysh. Se sa të gjesh shtëpia ajo, sa të lë kalamajt, nuk është kaq kollaj kur e ke vjerën
aty gatitu. Po të paktën ta di dhe ajo që ka një vendimarrje, se kur thua ti jo s'do ikim. Ka thënë yt shoq s'do ikim. Patjetër që edhe çuni do thotë jo s'do ikim. Ajo është ndjesë si pa vendimarrje, si e huajnë atë shtëpi. Ti mund t'i gatuash asaj gjithkohës, mund t'i lash rroba, mund t'i mbash kalamaj, por ajo për momentin është e huajnë atë shtëpi. Edhe ashtu ka për t'u ndjerë gjithmonë, sepse kur thua ti që kjo shtëpia ime dhe vendosur unë jam matriarku, padyshim që e ke lënë jashtë, nuk është demokraci kjo. As që shtini lekët bashkë as fiktive. Kja lë një shtëpi dorë të gatua ajo, të laj ajo, të veri në punë, po punë po lavë, nuk ka mënyrë tjetër si duket. Po, tash, po prapra shikove, se më kujton mama tash. Ti ke qef ti bësh këto që të tregosh që ajo është shumë mirë këtu. Prandaj bëme me shumë qef ti këto. Të unë shikoj që vjen e lollur, vjen vonë. Po lëremi të bëj dhe një punë, vonë, po edhe kur të përgatite për jetën atje. Që do, a do një jetë pavarur? Kur vjen nga puna do bësh punë të shtëpisë. Se dhe kjo shumë komoditet është. Ndoshta ajo do atë jetë, po le ta ketë atë. Mund ta fillosh pa nga pakti. Mas vitit do t'i jap detyrim vetës mas vitit të ri, vitit 2026, unë s'do bëja si punë. Bërin vonë. Po këtu do të losh më keq, më kam përshtypjen të losh më shumë problem. Vetëm unë ndjej që në latimin edhe O Donika, unë besoj, unë ndjej se shiko, nusja s'ka për të bërë kur familje tash kjo gjë dihet. E vjera s'ka për të bërë kur nën, por unë mendoj që ajo në mënyrën se ti flet me gjithë gallatën edhe se je me lezetin që ke, se nuk është se mendon vetëm ti kështu mendojnë pjesa e madhe, unë mendoj që ajo ndihet pak jashtë. Dhe kur është jashtë, është si puna, e di çfarë thonë në Bashkimin Evropian, pse ka Ballkani luftë, diskutimi gjithmonë i Bashkimit Evropian është ta fusin Ballkanin brenda, thotë se kështu do jenë ato, thotë se ato fëmijët e çmendur që rinë te kufiri e zi me njëri tjetrin, sepse nuk janë pjesë e familjes. Edhe ju jeni 3 kundër 1 dhe ajo do të gjej reagimet e saj. Pra ka interesin që i ndihmon kalamajt e këto që është fantastik, por nga ana tjetër ndihet si pa identitet aty, si e huaj. Jo, identitetin e ka, e di, identitetin e ka, se shumë mikët e mina që flas kanë nusa shumë të mira që marrin rrogën e dorëzojnë në shtëpi, nuk marrin vetë një kokër leku, po ajo e ka primare këtë rrogën e alej, del, fëmijët i mbahen, ajo sikur ka ardhur në ajër, nuk rrin, lekun e ka, nuk tënë edhe kushtet i ka, edhe kjo ndoshta i ka bërë dëm që unë e kam përkrahur shumë. Po ti ke krijuar komoditetin se i do aty prandaj. Ajo 10 vite ka që ka ardhur ke unë. Shtëpinë ajo e ka, identitetin e ka aty, ka marrë mbi emrin, është bërë aty familjare. Atë shtëpinë do ja lini idealit ju si e keni ndarë? Po normal, djali e ka. Djali me nusën. Gocat nuk kanë si pjesë. Nuk, gocat i kanë ke burri, janë rahat, i kanë rrebulluar. Kanë familjet e vet. Po ato me vjerën jetojnë, pyet regjizori? Shiqur zot. Po, e manodhja po, ka jetuar me vjerën, edhe e dyta, po që janë ndarë tani. Që kanë marrë familjet mëdhaja, kanë marrë me 2-3 vëllezër. Kanë ikur vjerat e vëllezërit e tjerë? Ne kemi traditë që vjera rrim atë të voglin. Edhe kështu i ka ndodhur dhe atyre. Vajzave të mia. Kurse unë një kam, që të ndajum. Një dritë syri kam. Jona, Donika nuk do të dëgjoj gjë tjetër, përveç asaj që ka bindjen e vet. Sa jo është, shiko, në këtë lloj kombinimi ajo është rehat, është e lumtur. Është e lumtur, po do të merrem parasysh. Po normal, unë kur shikon të ndan mirë. Edhe nevojat e tjerëve. Po nuk e di, djali jot është i lumtur. Unë djalit e kam bërë shumë herë pyetje këtë gjë, do thotë mami mos u mërzit. Do ndryshoj thotë se është e re. Prandaj thotë Dalina që jeni bërë pak bashk për të mos e dëgjuar atë, por unë sërish i qëndroj mendimit tim, sikurse ju tuajt për këtë pjesë. Pra do ishte mirë që do dëgjoj dhe ajo, pra nëse ju kërkoni një lloj afrimiteti, një lloj ndryshimi në shtëpi. Duhet dëgjuar pak edhe pjesa tjetër, duhet ulur pak edhe në aspektin e saj. Ju keni bërë një jetë tuajnë, kanë qenë kohë tjera, ka qenë jeta juaj, po nuk mund të kopjohet jeta, të bëhet njësoj prapë, vetëm sepse është bërë ashtu në rastin që ju e thoni, pavarësisht se siç e treguat,
nuk ka qenë dhe aq e mirë, ë? Se thatë kam larë, kam pritur njerëz, kanë qenë ato filxhan me kafe pafundësisht herë që përsëriteshin, kështu që mendoj se duhet të lihet pak edhe asaj në dorë, të bëj atë që do, por me partnerin, pa ndërhyrje të jashtme. Ju a keni frikë të jeni vetëm? Normal që kemi frikë. O Donika, se ti ke frikë, Edhe unë edhe bashkësorti im. do çuni se nëse nusja lë pas dore, nuk përshëndet, lë punë pas dore, e tjera mbyllen dhomën e saj. Si sa besim ke që larg qof me ndodhi një gjë, mbas 30 viteve ju uroj, sa më shumë të roni sa më gjatë, sa besim ke që ajo do rri atje dhe do merret me ju, do kujdeset e do laje, do ndroje ato që mendon ti dhe çdo familje tjetër shqiptare që thotë në një moment do kujdeset për mua. Sa beson ti që do kujdeset? Qofse keni këtë marrëdhënie tash. Unë në të thëmë drejtëm se mendoj farë se si do në vi, po si të ma këtë dhonë votit ma japi, kam një për e mbestëm, po nuk më mbajti ajo, kam të fëmijë që po i rrisë, se po i mbaj, o më mbajtën mje, po së mbaj këzë gjithë tjerë, Donika ka shumë rëndësishme pjesën fizike, se prapa ajo mund të jetë afër gjithkohës, siç jemi ne afër Donika me mama tona, për shembull dhe gocat. Unë jam gjithkohës me mami, domethënë nuk është se takoj çdo ditë, po në telefon. Po, ka ngritur dhe Donika një pritshmëri ndaj nuses, që në fillim që do e pranoj atë realitetin që kishte ndërtuar, pra do jenë bashk, djali nuk do ndahet, mendoj se ka përgatitur pak terrenin përpara dhe këto pritshmëri ke pasur para se ajo të vinte në familjen tuaj. Nuk ka bërë djali ato, nuk kam bërë unë. I ka bërë djali të qartë ato gjëra që në fillim. Se edhe mua po më thoshte djali që unë do iki, si shumë djemë që s'kam pyetur për prindrit, ka plot, edhe mund të ndodhte edhe mua. Po kështu ne këtu e kështu e kemi menduar, kështu kemi vepruar. Si e ke menduar të vazhdosh tani e tutje? Si për ditë. Ngrehem mëngjes, përse dorat e përdis. Donika, thell, a beson ti që po të jenë veç ato gruaj do kujdeset për çunin? Çfarë mendon ti? A do jenë ato në gjendje në imagjinatën tënde që të jenë kujdeset për çunin? Ajo do një rrobat pa lart djalit, ta për të kujdesur fare, djali im do edhe më përpara se besoj që punse rrobat lavatrice, frindej, ftie kurosi. Kështu mendoj. Po si është dhe mundësia që ta bëjë në kohën që ka kërkuar ajo? Ndryshe do ta kishte bërë. Donika, unë mendoj që ti tek ajo shpike një fuqi të madhe dhe gruaja, siç thot ai filmi grek, është qafa që rrotullon kokën, dhe ti je qafa asaj familjes që rrotullon kokën, që mund të jenë burra që e mbajnë vetë kryetari i familjes, por je ti. Edhe përderisa, siç e them dhe përsëris, përderisa ke ndjer një shqetësim, ke ndjer që diçka nuk është shumë normale, dhe mendoj që të paktën si grua me gruan, sepse dhe ti ke hyrë dikur në një shtëpi, po thash ke hyrë në një sistem tjetër për ta kuptuar. Dhe e ke ndarë, nuk e qenë aq e huaj se ke ndarë me 3 kunata të tjera, kështu që keni qenë pak a shumë të tëra në një rol, ku si tash ajo është tek ty, ndoshta mund ta bësh ti hapin ose të gjesh formën. Ajo ndoshta edhe nuk do të lëviz fare, se ne po hamëndsojmë, ka thënë, dhe ndoshta nuk do të lëviz, ndoshta i konvenon. Mund të jetë mësuar, mund të jetë ratuar, por për hir të faktit që jeni në një familje, të gjeni një zgjidhje që të komunikoni, të thoni një mirëmëngjes të ëmbël se edhe ti je lezetshme, nuk u kënaqem me ty. Pavarësisht unë qerë sepse nuk je vetme që mendon kështu, dhe për mua është refren i njohur. Mua të zonjë miqë më njeh më thonë që je dashur dhe si ndodh kjo. Nuk e kuptoj njerëzit si ndodh kjo. Po që unë them që do ndryshojë ajo, se nuk ka, do me kalimin e viteve, fëmijët do rriten, edhe ajo do marrë shumë të mira që shikonte unë. Ajo do ndryshojë, thua ti, por ti vetë nuk do bësh asnjë formë për ta kuptuar atë, apo për të, ndoshta sepse dhe ajo ka nevojë për diçka që ti ndoshta mund ta ndihmosh, që mund të jetë diçka brenda asaj shtëpie, një lloj në marrëdhënien tuaj, ose mund të jetë deri tek shkëputja, por edhe ti ke nevojë të dish se çfarë do ajo. Sepse thua gjithmonë, unë nuk dua dhe u po pres që ajo të ndryshoj. Unë nuk dua të iki, këto janë vendimet e mia, ajo le të ndryshoj, kurse vetë nuk e ke ndarë mendjen që do vetëm këtë gjë dhe jo, për të ndarë nuk ndaj, unë nuk ndryshoj. Po të paktën të marrëdhënie ta kesh
Edhe s'ka nevojë të fuzësh as djalin në mes, ju jetoni në një shtëpi, mundet të flisni vetë. Djali përderisa s'po rregullon gjë, po thot pa merak se rregulloj dhe kështu, me sa duket nga gjithë histori pa që kemi dëgjuar gjithë këto emisione, është gjithmonë një mashkull që thot s'ka problem se rregullohet, po ha. Domethënë sikur do të shpëtoj situatës ti iki. Te ka e çik zemrën e butë që djali im. E pra e kuptova unë se ti thej që do laj vetë rrobat, e kuptova. Po rregullohet do i vinë mend thot. Po do i vinë mend, po pse të humbësh ditë pa përshëndetje, se sado që ti jeton me ata është mirë, nuk ka rëndësi jeton bashkë apo pa ata, jetosh në paqe është e rëndësishme. Sepse do fillosh pastaj të fillosh mendosh thosh që ja unë gatuaj, siç the, ndërkohë që ti ke gatuar, e ke bërë gati pjatin, a ke lar, tani ke filluar ta shofësh, ta bësh re lë pjatën aty, ndërkohë që ke mësuar ti. Dhe ti e ke mësuar sepse ti do patjetër të fitoje atë familje ta kishe aty. Edhe ke krijuar gjithë ambientin për t'i thënë që unë ju akomodohem dhe ka qenë në interesin tënd personal. Kështu që përderisa unë të mes e kam bërë për mirë, po si duket ndoshta edhe është gabim, se kështu më thënë të gjithë që ke vepruar gabim dhe kjo pjesa. Sepse duhet t'je kishe lënë shtëpinë, duhet ta shikoj se sa rëndësishme është që të kesh barë shtëpinë. Barë është, po është më qef kur lash shtëpinë tënde se sa të lash shtëpi me, të them unë si nuse. Mendoj që është më qef kur e ke barën brenda shtëpisë tënde se sa të lash edhe pastrosh dhe vjerit, ose di. Megjithatë unë mendoj që kur ka mirë kuptim, unë jam edhe pro jetesës me vjerit, e kam seriozisht, kur ka mirë kuptim edhe se ndihma është e madhe, edhe më mirë ndonjëherë kur janë gjyshër të mirë t'i rrisin ato se sa dato të çuditshme. Mua më ka pëlqyer kjo tradita, por kjo tradita ka një, si thua, ka një limit edhe të jetë dashuri dhe harmoni, por nëse çifti do të jetojë më vete ose ajo gruaja është e palumtur, do thotë që ka diçka këtu që nuk shkon edhe diçka po së muret. Është një femër që nuk duhet i mendoj këto gjëra, Michael, duhet ta ketë atë lumturinë në maksimum ta ketë edhe ta shijoj familjen e vet. Sepse lër një prind atje dhe gjen prindin këtu. Duhet ti kur e ke lirin je zonja të punosh, të kesh çdo gjë gati. Po unë them ku ta kisha, ku ta heja e çikshu. Kjo është Donika, se ka nevojat e tua. Ne vetëm po përpiqemi që të kuptojmë se si mund të ndihmohet marrëdhënia juaj. Dhe ajo që paktën po mundohemi është thjesht që ti të vihesh pak në nevojat e saj. Nëse dëshiron të ketë një ndryshim. Nëse jo, mendoj se kjo mënyrë ka vetëm për ta distancuar më shumë. Sepse ju gjithkohës po thoni se si është më e mira, po nisur nga ajo që si e perceptoni ju, pa e dëgjuar atë. Dhe kjo gjithmonë distancë do krijoj. Unë e kam dëgjuar pra, kemi dëgjuar njëra tjetrën, edhe ajo tani nuk do të ndahet më. Thjesht kanë gjetur atë ritmin e punës, tani ikën, vjen, çdo gjë gjen gati, po nuk e di sa e fuqishme do jem unë që të vazhdoj akoma kështu. Tash kjo është pyetje tjetër. Si ta mësosh Donika? Kështu ke mësuar, e ke zgjedhur vetë, e ke shijuar. E ke shijuar shumë. E kam mësuar. Po. Tash është mësuar, për të çmësuar, nuk e di a vlen të çmësohesh brenda shtëpisë apo me delikatesë, prandaj them, ndonjëherë me delikatesë kur merr shtëpi më vete. Dhe kështu fillon çmësimi dhe mund krijoj një super marrëdhënie prapë. Gjithsesi për momentin do rrin këtu. Ju do rrini vitin e ri, do e bëni bashk? Bashkë bëjmë vitin e ri. Pa jo, se po me prindrit e vet për shembull. Ato itin një vizitë, nga ora 12. Të kujtohet ka qenë një humor dikur në 90-të që ja bënin, nuk thoshin gëzuar, po ja bënin gëz. Gëz pra kështu ose si gjes, që ja kështu si me nerva që ja bënte gëz ose gjes. Edhe ju mos bëni kështu gëz në përdhëm. Jo. Nga ne tokim gotën tamam dhe në gëzuar një vit të mbar, harmoni, bjen krushku me krushkëm nga ora 1-2, vinë dhe ata, edhe tokim gotat, pastaj vazhdo ripri i përditshëm. Pastaj vazhdon jeta. Nëse këtu janë dy histori krejtë ndryshme, është edhe një grua që është gjithmonë në ndryshime sipër në ajo është 35 vjeç, që ajo ka karrierën, gjërat avancojnë, fëmijët rriten. Unë të ndryshin ndaja. Sipër dhe Donika që do të rri tek ajo që një më mirë dhe që është shumë e lumtur, kështu që janë dy gra shumë të ndryshme brenda një shtëpie ku duhet në një moment të takohen, edhe këtu fakt edhe djali duhet bëjë të vetën, pjesë e vet, por si duket djali
merret me qetësimin me nga të dy anët, shmangjen e situatës, do rregullohet edhe. Po përderisa ajo nuk dëshiron më të ndahet, do thotë që e ka pranuar të është përshtatur me këtë situatë. Por, siç e thash, mund të ketë mbajtje inati me faktin që nuk është lejuar të merrte vendim më herët. Dhe Donika do të mbaj përgjegjësinë që ka zgjedhur të nga zgjedhja e saj më përparshme. O Donika, të them diçka, kjo mund të jetë pak e ashpër, por do ta them si grua. Në qoftë se një grua shef bashkëshortin e vet që të dëgjoj nënën, ta dëgjoj her pas here, dëgjon, merr fjalët e nënës, i humb shumë autoriteti. Djalit i humb autoriteti kur është dhe ti po të ishe në moshën e asaj, kështu në çdo gruaj, se gruaja ka qef mashkull të jetë çik autoritet, ke çik vendimmarrje dhe bëhet e rrezikshme situata. Ki kujdes këtë gjë. Nuk ka prish as asaj as mua. Ai është në mes, do ta mbaj të dyjave mirë. Kurse unë nuk e nxis ato që ksu, pa ai kur kemi në një debat në shtëpi, në debat po e quaj jo të madh, po puna e fëmijëve, nuk më lën post. Kur më lën nuzan. Do neme, ai na mand të dyja kështu. Okej, jo vetëm e thash duke qenë se je grua e dëgjuar dhe ke më shumë eksperiencë mbi shpatulla, ke dëgjuar me lloj historish. E di shumë mirë që ki kujdes vetëm me djalin, domethënë në marrëdhënie, se është shumë e rrezikshme kur një burr, se aty fillon rebelizmi i madh, nuk është një gruaje ndaj teje, se s'të foli ty, po është ndaj familjes vet, ndaj burrit vet. Për te të qenë djali yt i vetëm, djali yt i vogël, djali yt i mrekullueshëm, djali yt i pleqërisë, djali trashëgimtari, duhet të jetë burr për gruan. Burr, po. E di veti. Është pak zemër but, kjo është pak zemër but. Kjo ndoshta është edhe ndoshta dhe mua kështu më kanë përgëdhelur, se di. Ka përgëdhelur dhe mua. Jeni njerëz, të gjithë jeni njerëz të mirë, një familje njerëzish shumë të mirë, të cilët kanë preferenca dhe nevoja të ndryshme. Po, kanë nevoja të ndryshme, por për momentin Donika po fiton në nevojat e saj. Edhe pse duket që nuk po i gëzohet kaq shumë kësaj fitoreje së fundmi. Kështu që çdo gjë ka pasojat e veta. Vjera fiton gjithmonë, që ta dini ju. Vjera fiton gjithmonë. Jo për keq, po për mirë. Donika, do them diçka. Që të jetë një familje zëndosh e mirë. Ti nuk je një vjerë, më fal, ti nuk je një vjerë konfliktuale e hapur, po ama do ta dish që jeni nga vjerat më të rrezikshme. Sepse duke mos qenë e hapur, edhe djali e shikon ndryshe situatën, edhe nusja e percepton rrezikun, por nuk mund ta mbroj atë. Prandaj këtu mendoj se është ajo çështja mes jush. Jemi mukëm të japun atë. Ju ke perceptuar si një rrezik. Jemi të dyja të rrezikshëm si duket. Po. Donika, falenderojmë shumë për rrëfimin. Shpresoj që të gjeni në çdo lloj forme të gjeni paqen mes jush edhe të jeni harmoninë. Unë s'jam kundër fare të jetuarit në qoftë se janë okay të dy palët, por duhet të jenë okay të dy palët dhe në një familje ku 3 veta janë bashkë për diçka dhe tjetri është i huaj, ajo nuk është harmoni, kupton, kështu që keni parasysh që edhe ajo të ketë atë pjesën e vet, se fakti që gatuan ti e cilla e kalamajt, këto janë gjëra nuk janë këto, janë gjëra brenda, çfarë ka brenda, çfarë zien brenda. Ato që zien brenda pastaj mund të dalin në forma të tjera dhe mund të shpërthehen në gjëra të papëlqyeshme, që mund të jenë edhe shok për ty. Dhe unë besoj që shumica e shokëve shqiptar është pikërisht sepse ne rritemi me bindjen që siç e keti, un kam bindjen sepse nga eksperienca ime kështu është dhe kështu bëhet edhe kështu do jetë. Ti e di shumë mirë dhe historinë e këshuve të kanunit, e këshuve të traditës e këshuve, kështu që nuk kanë funksionuar të gjitha, dhe jo të gjitha funksionojnë dhe nuk funksionon si ke qenë ti në kohën e sotme. Por të paktën një gjë ka funksionuar atëherë kur ka funksionuar në çdo lloj epoke, që në epokën e gurit kur njerëzit nxirrin tinguj, edhe i gjuanin gurit për të folur, është e folura, edhe fakti që harmonia nuk asnjëherë nuk është unë dua kështu, edhe kështu do bëhet. Kjo nuk është harmoni. Sado familje t'jeni aty dhe ti t'lash dhe ajo të vinë në shtëpi edhe të trokisin gotat e vitit të ri, kjo nuk është harmoni. Nëse të katërt nuk jeni okay me atë situatë. Kështu që kaq kisha për të thënë. Megjithatë ti je
Jola tha je bjerë e rrezikshme, po je grua shumë, je grua e mirë. Po si mama djali unë nuk jam dhe nuk e kuptoj, unë jam mama gocësh. Kur të vini kaq sa unë në moshën time do mendon edhe ju kështu. Se dim, nuk e dim. Po? Nuk e dim. Nuk e dim. Po, do njëri po ta provoj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Donika ishte rasti klasik. Rasti më klasik, edhe si është puna e gruas. Në fund të ditës vendimin e mirë ajo dhe më pëlqen kur tha jo se edhe djali thotë mos i ka thënë djalit, e ka rritur djalin e vet. Edhe Marcel nuk ke mikrofon, ke qeshur me lo. Ti çfarë djali je për maman tënde? Si ke lidhjen? Jo, matën e kam në shtëpi. E ke në shtëpi mamin, Po jo për shumë kohë. Jo për shumë kohë. Jo ti je më i qartë me këto situatë. Po, Marceli është më i qartë. Nuk e di. Vini. Ti veç që s'keni mikrofon apo s'ka që s'ja them ti si e ke marrëdhënien me Po. Si çdo djalë. Jo si çdo djalë, por kam fjalën me këtë, me ndarjen. Jetoni bashkë apo? Jo. E nuk jetoni dhe ju bashkë. Asnjë ditë. Jeni më të qartë me këtë situatë. Po. Por thellë të dy më thoni, a do doni të jetoni me mamin? Jo. Po, janë, shikoj, kemi dhe këto raste. Nëse ishte interesante edhe paktën brenda një dramës së vet ishte dhe nuk e di, qeshëm pak që mbas dy historive të tjera, që ato ishin të vjera horori, po ti thë kjo është vjera më rrezikshme. Kjo është sëmundje butë. Është e fshehur. Është e fshehur. Unë nuk e di çfarë vjere do të isha realisht, po e di që do isha çik nga natyra controlling, po domethënë do jepja mendimin tim, nuk e di çfarë vjere. Mirë tha Donika vet, as unë nuk e di. Ti ndoshta ndryshe se e ke në profesion tash dhe di aq shumë. E mbyllëm i tham çka kishim për të thënë. Jemi shumë afër mbylljes së sezonit, që e mbyllim në dhjetor dhe pastaj do rikthehemi prap. Më vonë do t'ju themi eksaktësisht se kur do të rikthehemi, do bëjmë një pauzë të vogël. Edhe pastaj me çfarë idesh do rikthehemi. Kështu që më duket se kemi edhe 2 episode apo Elona bashk. Kemi edhe 2 episode. Se çka kemi episodin tjetër do e lëm surprizë se ne 2 ditë mbas këtij episodi të nesër me zgjohemi dhe zgjedhim një nga shumë idetë që kemi plan që ditën e parë kur ka filluar ky program. Natën e mirë. Ándale.